Jena të Frutexi, kompania me mbi 500 punëtorë që operon në Soharek. I ka najtë besnik Soharekës, i ka pru mbi 500 punëtorë edhe është gjigant mbi pije energjike. Jo vetëm në Kosovë, po edhe në këtë balkonë kena me ime të taku. Kushdo që është këtu, përshëndetje. Ai në lodh, çuçi, ai e mirë. Saleh, ai lodh, çuçi, kena pa paralemrin. Me gjas që jeni tu punu sot edhe kemi dashur të taku, normalisht shaqen edhe kam dost, edhe pronari, edhe na njofton për punin edhe për këtë aktivitet gjigant që duhet këtu. Patjetër, duhet një këshirë as drejtori për momentin. Po, a drejtori, a pronari? Drejtori. Ku ne kemi drejtor? Besnik prezident. Besnikin, a? Gjeva besnikin. Dhe ka orë një çmë. A më nuk e di. Patjetër, 2, 3. Ka do Na mësafire ta shkoja është... në rregull, na pe shikojmë pak ambientin këtu, dhe na vjen drejtori. Patjetër. Hajde, faleminderit. Po mdoket që të i kanë ekspozu kanaqet, që të pas me Granit gjakën. granit gjakën, bravo, që kjo po mdoket është kanaqja e parë e Golden Eagle. Shumë e bukur. Që kjo Dorela po thotë që është viti i parë i prodhimit, që është prodhu Golden Eagle. E kanë rujt kanaqen e parë, me një johjet jam këtu. Me na, po shoqa besoj që thot që ka janë tu likë ka këtu. I kam dhe me një uje. A na e drejtori? Drejtore? Përshëndetje. Këna orë pa para lajmërim, ma jep një mikrofon? Këna orë pa para lajmërim, po besoj që jena në shpinë tonë që mikrofonë më tanë gjës. A i losët? Mirë, jo, ka pak. A po shumë muna mirë? Mirë, super. Kena nevoj me po prodhimin. Qysh prodhohet Golden Eagle, edhe qysh prodhohet pijet tjera që i prodhoni naturalin. Po, dhe langjet relax. I keni nxjerrë edhe do pa sheqer tash në Po, 100%? Zeros është një produkt i ri që Zero. e kena plasu tash në treg. Kena me ta morë kohën pak, po duhet me po qysh prodhohet pija energjike, nëse nuk gaboj është kompania në Ballkan më e madhe që prodhon pije energjike. Realisht jemi prodhuesi më i madh i pijeve energjike në Ballkan. Më e madhi. Po. Në Kosovë do të thonë më e madhi është. Na shkojmë, drejtor? Vazhdojmë. Hajde për hajkos. Nëse keni ardhur, Nisë kënë gjithë. na keni gjetë pa pregadit pak, po Unë mendoj që sa herë të vish këtu, kena me gjithë në nivelin më të lartë të përgjegjësisë kompania madhe 500 punëtorë, dikush pa ka punë nuk Po. bën. realisht kompania i ka punësuar për momentin rreth 530 punëtor. 530. Ata në fund mund t'i bën shoqës 1300, herë 2. Kur të vje koha për rroga, Herë po dy. pak më vështirë. Po besoj që me ton këtë sukses që e keni edhe kompania ma madhe në Ballkan për pije energjike, shpejt keni me kalu numrin 1000 të punëtorëve. Realisht trendi i kompanisë ka qenë pothuajse çdo vit ne jemi rrit rreth 80-100 punëtor. Po flas këto Çdo vit? 3 vitet e fundit. 80 deri 100. Po. Kena me vesh Është po. po mënoj këtu për Që mos me hy. Ja, është perishi do, po do me vesh vetë, që më vesh vetë. realisht janë rregullat kompanisë që duhet me i vesh. Me i respektu, strikt. Edhe kështu si doktor Dokna, Ka kërë vit. vesh i këtë po, kërë vesh i mantillin e bardh, a do të mbyll po. Nuk ka patjetër, po që do. Okej. Edhe me mirë. Mirë. A Po pra prin? unë i pare që më ja tregu Ti, procedurat. pra para na jena, Po. ha, Vazhdoj këtu. me pastrimin e I durave. durve. Po. Okej. Pastaj bëhet tharja atyne. Po. Dhe në fund dezinfektim. Do të thonë që kjo është procedura e çdo punëtorit që hyn Po. në fabrikë, në prodhim. Kjo është procedura që duhet me ndjek çdo punëtor i cili hyn në fabrikë. Okej. Pres, Nëse keni ardhur, sfera të prodhimit. po. Kjo pjesa fillestare e prodhimit. Shto starti i prodhimeve të energjisë. A pra prin ti, ma ne në mrota të prin afis. Hajde Lila. Hajde Lila. Pres.
Këtu janë kanaqet e thata. Që të janë zvezdat. Po. Perfekt. Nga këtu mirët, domethënë bëhen dekade të zymit, hiqen nga paleta, edhe vazhdojnë direkt në procesin e prodhimit. Kanaqet ai merret të vogla mandej i rripni apo Jo, vinë në këtë formë. Vinë Domethënë në formën që ishin në këtë formë transportohen në anë kamionëve, Po. vinë deri në fabrikë, pastaj veç i largojnë nga paleta dhe shkojnë në kur mbushje. kena me prodhu në vetë dhe kanaqen? O diçka që realisht ja vlen, po prodhus, kjo linjë nuk bëhet vetëm për një prodhus. Duhet me u bë për shumë për edhe kompani tjera. Për momentin kapaciteti i prodhimit në Kosovë nuk është i mjaftueshëm për një linjë. Për me prodhu vetë. Faza e parë. Faza e parë. Miguel. Për hajko. A do të thonë të vinë të zbrasta pa këtë pjesën E kapaka. pa me prek? Po patjetër. Më mund me prek. Do të thotë këtu vinë zbrasta pa pjesën e kapakut. Ne e bëjmë shpërlarjen, mbushim, pastaj ja vendosim kapakun në Do të kapove me ndosë ju. Po, patjetër. Perfekt. Po që kjo është aja Faza linja. fillestare. Se po i shishim në për botë të prodhu që shumë ato ka interesant. Edhe është shumë mirë që e kemi një prodhu s'ka gjigant. Ka gjigant në Kosovë. Kjo linjë është instalu në vitin 2023, në korrekt të vitit 2023. Okej. Po, është linjë e re, e cila është bërë me investime vetanake dhe ndihmës nga kredit bankare. Okej. Përndryshe kapaciteti i prodhimit është 50.000 copë në orë. 50.000 copë në orë. Po. Afërsisht i target i mbushjes është 1 milion copë në 24 orë. 1 milion kanaqe 24 orë. 50.000 në orë. Është shumë. Çfarë punë të krymë që ky? Kjo pjesa e inspektimit. Inspektim? Po, e inspektor. Kanaqen. Nëse një kanaqe nuk i plotson kushtet për me u mbush, atëherë kjo e largon, siç i ka larguar. E largon vetë. Po, në këtë formë, do të thotë kjo kanaqe, sipas inspektorit nuk i plotson Për kushtet. shembull, çka duhet të bëjë kjo më të dalë klena? Realisht pjesa e kapakut do të me qenë shumë precize Okej. në momentin kur bëhet mbyllja, edhe pjesa fundore. Këto janë dëmtime që ndodhin gjatë si ky që ndodhi ta gjatë pjesës së transportimit, po edhe mund t'jenë edhe nga prodhimi i A kanaqes. i kreni këto, a që ndodhë më të? Jo, këto Nuk thehen mo. Nuk thehen mo, dërgohen direkt për riciklim. Faktura, a zbejtet në kur? Jo, realisht nuk zbritet kjo, sepse humbet nuk janë ashtë mëdhaja. Në 1 milion, sa mund të tonë me defekt? Mesataja gjatë ditës është 0.5% e prodhimit dhe 1.5. Që mund me dalë Po, me defekt? që munden me dalë. Që o një zatësi e vogël, nuk është ashtë shumë shumë. Në mund të vogë, në më të morë. Duhet që më tonë të ma vogë, dhe më thonë kjo me defekte, hajde të vejna. A më të qenë që të prodhojnë? Shumë? Pas pjesës e inspektimit, tash bëhat shpërlarmi e kanaqeve. Këtu bëhet dezinfektimi, ha? A vi Shpërlarmi e kanaqes, edhe përgatitet që shkon direkt në pjesën e mbushjes. Hajde shkojnë, pjesë tjera, ashmar zingjiri gjarflor, i do të rinjër. Qa po ndodhë pjesë këtu? Po bëhet shpërlarmi e kanaqeve. Shpëlamja. Po, kjo pjesa Vazhdon hala shpëlamja. Po. Pas shpërlarmjes, në mënyrë mbyllur shkon direkt deri tek mbushja. Okej. Pjesë. Po. A shkojmë të pjesë tjera, dhe mund që do aparatura pra funksionja. Tash, aparatura kanë funksione të ndryshme. Njëna për trajtimin e ujit, tjetra mundet me qenë për prurjen e avullit të nxehtë. Pavarësisht për llojit që i nevojitët, janë edhe aparatura të vendosura me prodhim. Shkojmë. Vazhdojmë te pjesa tjetër. Shpëtim të linja moderne e cila punohet gjatë një ndrimi vetëm me 10 punëtor. Në do të Po, puntuar? bëhet një ndrim, ndrimi tetash. Ne punojmë 24 orë, kur kemi kërkesa të nda, por për shembull pjesën verore punojmë edhe të diela dhe të shtunës gjatë vikendit. Verës. Po, pjesën e Do verës. konsumi më i madh është kur është verë, kur në zetë. Po, por anëzë. Që kjo linjë, po pjesa funksionoj ka djashtme. në 10 punëtorë. Po. Punohet 24 orë. 10 punëtor në ndrim. Do me po, 24 orë janë 30 punëtor. Se kjo është. Do të 10 punëtorë në 8 orë. Po, teto. Perfekt.
Këtu bëhet pjesa e mbushjes apo pjesa kryesore. mbushja? Po. Pjesa e mbushjes. Okej. Për momentin që shpeshini o duke bërë mbushjen e Golden Eagle në kanate. Edhe një herë pjesën se ka mundësi me tregu, me pastrim, me dezinfektim, me mbushje, me mbyllje, 50.000 orë kapaciteti. Po. 1 milion brenda 24 orëve. 1 milion brenda 24 orë. Sa ditë? Apo në çdo ditë? Realisht për momentin ne jemi duke punuar 7 ditë javë. Kërkesa ka qenë pak më e madhe në këtë periudhë, por si standard po 6 ditë javë për komplet ditë. A do të thonë ku marrohet lëngu, ku marrohet energjia. Atje e kena. Jo, kemi nonën ne. Ku mbushja? Unë e vetë do me thru sasin që në nënë duke mbush për momentin. Një që duke mbush 50.000 topa në orë, ka numër i mbushër që duke bërë çdo sekundi. Po të vjen në mbush në sekund, të më thonë është që kjo sekundi, Po që e numër prodhimi në sekund. Po, të po mbusër. Numër, pa ja kemi marrë pjesë. Realisht po. Janë 1.450.978. Janë te momenti që u startu prodhimi sot. Ja sot për bie nga dita kalume. Sepse çdo 48 orë ne bëjmë një lloj pastrimi të linjës që obligative dhe i setohen dhona. Nëse ka mundësi, me kamera vjen me pa që prodhimi në vëndë që të është, prodhimi me kur ka startu dje me punu, 1.460.378 brana periudhës pak shumë se 24 Po, orë. pak më shumë. Tinga pesë. Vazhdojmë të pjesa në që se do me pa përgatitur. Patjetër. Shkojna me po që shbohet ljangu, se që kjo shumë e nësi që shbohet ljangu. Energjia. Herë dorel. Këtu jena të më thonë të Pjesa e përgatitjes apo ku prodhohet longo. Po. Gjithçka siç është mënyrë automatike, pa prekje dorës njeriu. do të thonë këtë punë që e bani ju, nuk ka nevojë me prek me dorë. Jo. Gjithçka është me aparatur. Gjithçka në roli kryesor i fuqisë punëtore është në monitorimin e pajisjes. Po jo për shfrytëzon si më thonë punë fizike. Do të thonë punëtori e sheh aparaturën apo funksionon apo funksionon. Një farë mbikëqyrës e aparaturës. Siç për shkak aty është pjesa Si ka poza e parë, ma e para që ndodhë këtu. Faza e parë fillon pe marrjes së ujit dhe lëndës parë. Ujë. Një pyetje kam për ujin. Për ujin ka merrni, a merrni ujin e destilum, a destilohet këtu? Kena një pjante për trajtimin e ujit, ujin e marrin nga pusat, e trajtojnë dhe pastaj e kthejnë në ujë për industrial për mbushjen e Më thonë që shkoj djenë dhe ke farë punë e pesnik si derës, ku shpo ka ujnë së areke, i pasi poje. Dhe ka marrë këtë ujnë së arekes me marru energji. Ajo në poza para, atje? Ku fillon, pastaj bëhet kombinimi i lëndës së parë bashkë me ujin, edhe pe aty shkon direkt te pjesa e mbushjes. Lëndën e para prodhohet na, a e marrin të në vendit? Nëse flasim për pije energjike importojmë, kryesisht nga Gjermania. Nëse flasim për lëndët natyrale, si da kena një vizitu ma vonë, ato në mbledhin edhe për fermerëve lokal, po fatkeqësisht për momentin nuk ka sasik mjaftueshme, po duhet me dalë edhe në shtetet e tjera të rajonit me importu. Sidomos pjesa e mollës, që Kosova ka mungesë na e shfrytëzojmë në sasi të mëdha mollën, edhe për këtë arsye duhet me importu nga vendit. A ti po edhe mësafer kur dim nuk i shojmë pa i hangën të molla. Pa mollë nuk bëhet kur gjonë. Prate, kena të më thonë te starti i prodhimit të energjisë, që të përganë gjithë shka. Këto është pjesa fillestare. A muna me po, qka ku bojnë stafi i kompanisë, teknologa. Këta janë pjesa që janë mbikëqyrën në më. Mirën në mbikëqyrjen e produktit, bojnë analiza konstante të produktit. A një dorë? A një mirë? Që shko ka në një? A një dorë? Të më thonë, ambjete e pas kanë tamam, 2 vetë, edhe telefoni nuk po u përdorë kamerana, as përdorë për shkaqit punës, a fare e bana i shkatën përngesë. Jo, ma shumë është që mos humbë koncentrimin, sepse njerë mundë me humbë koncentrimin gjatë qëndrimin telefon, para të arsye, po ka një farë ligji pa tjetër që duhet me zbatu, po. Tu i kanë telefonat, i keni djemë, tu i keni lënë. Të më thonë, i kanë lënë hymja atje. Ja. Strik, bravo, i shko puna morë. Shpejtim arsye për shkak se linja e prodhimit është shumë e shpejtë.
Edhe për një mos koncentrim të vogël mundet me shkaktu një dam shumë të madh, po shamat mëdha po flasin prodhimin e produkte. Për këtë arsye na mendojmë që me qenë 2 persona gjatë gjithë kohës, me qenë koncentrimi maksimal që mos me ndodh ato damë. Okej. Ose ato gabime. Qyshe po të prodhu qaj zinxhiri i Golden Eagle, të domët janë mund më ndodhë shumë rrallë ose mosa shumë vogla. Perfekt, ku kena më shku tash? Vazhdojmë tash të pjesa e paketimit. Hajde në paketim më shku. Pas mbushjes, domethënë këtu vjen vendosja e kapakut. Kjo është pjesa kapaku? I vendoset kapaku. Siç është e kapak vjen në këtë formën kështu. Një automatike në vetëm kemi për të zbarku këto dhe kjo Tani po vjen që stafi punëtor ka pak punë fizike këtu. shumë pak. Shumë pak. Nuk ka shumë. Këtu e kena Golden Eagle e mbushur apo? Mbushur, i gatshëm, vetëm edhe pjesa e fundit e pasterizimit e cila i kam vetë. A hini mujt me moda herë sonuar, shkon të sjell që kjo ripin, se bukur shpejt po shkon. Nuk e kam motat. A pa një pyetje kështu profesionale, sa Golden Eagle do të mund mi pi njëri kështu? 2. Në në kohës? Për 24 orë 2 copa. Veç 2, jo ma shumë. Fëmijët për cilës moshë? Realisht në shkëm prej moshë 18 vjeçare. 18. Guzon me ty. Domethënë në 18 vjeç guzon se kjo ka kafeinë. Kafeina o një që me pini ekspreso. Dhe jo dhe më thonë ti hala nuk e ke E kemi o një pije tjetër, Golden Eagle Zero kafeinë, e cila s'ka as kafeinë, as taurin, por është komplet e njëjtë me pije energjike. Edhe mund më konsumu për mosha më të reja. E kana Golden Eagle Junior. Po. Zero kafeinë, taurin të që kemi bërë. Perfekt, shkojmë e shojmë. Prodhimi është të doket gjigant. Prodhimi të doket shumë ka përsy i mirë se Po. se po që kjo ktes e zinxhirit. Realisht. Pas vendosjes tatës, kanoqa ta duhet të rrugtoj në një temperaturë 72 gradë për një kohë rreth 30 minuta, për arsye që pjesa fundore është pjesë më e fortë të kanoqës, atëherë ne i kthejmë pjesën e mbrapsme që gjatë udhëtimit mos ketë ndonjë problem me presionin që është më në penzëci. 72 gradë Po. e nxehtë, kalon kanoqja Me mbushje. në për procedurën e Pasterizimit. okej, a shkojmë pjesë tjera? Hajde. Vazhdojmë. Ku e kemi paketimin dash? Kjo është pjesa përfundimtare, pjesa paketimit. Çon në tjetër. Vazhdojmë ande. E thamë pra këtu mbushja, Po. shpejtësia shumë e madhe. Po më mundi lirisht që ati një radarë me qitë, për të kalim shpejtësie. Kjo pjesa e paketimit tash. Këtu kemi paketimin. Po, ku bëhet paketimi i produktit. Me qenë se jema të paketimi i produktit, po du me që ka një element tjetër, gjitha kartonat të cilat ne i përdorin për paketimin e Golden Eagle, prodhohen nga fabrika Presia që është në kuadër të fundacionit Golden Eagle, ku gjithë të punësuarit janë persona me aftësi të Po vizhëm po, e dim të fabrikës e duhet një pjanë, nëse nuk ka bajë, dhe ati punojnë njerëz me aftësi po vizhume që janë pjesë e fondacionit Golden Eagle. Mirë, ata do më herë me pas mungesë për kartoneve? jo, energjisë, Golden Eagle me pas kërkesë më mos se sa ju që keni pas në fabrikë. Realisht ka ndodhur kjo në vitin 2023, por kemi qenë në periudhën e instalimit të kësaj linje, kurse për momentin linja i plotson kapacitetet, kërkesat e konsumatorëve dhe besoj që për 2 vitet e ardhshme me rritjen që kemi, standardin e rritjes vjetore, ne arrimi të përmbush kërkesat në këtë. Do të thonë, hala ka mungesë të pijeve, mund ndohen me pas mungesë pijeve në treg? Shumë e rrallë. Shumë e rrallë. Po tham jo, po shumë e rrallë. Shumë e rrallë, okej. Ka njerë është bime pas mungesë e kërkesa në shumë e madhe. Kjo është një lloj marketingu. Tu e kem paketimin e Në momentit të pasterizimit, kanoqet udhtojnë deri te pjesa e paketimit,
këtu bëhet ndomja atyne. Çish ndomja? Ndomja në vija ku shkojnë te paketimi 24 copë. Domethënë ndohen 6 vija. Ku linja janë, pastaj këto i ndojnë 24 copë që të ndohet aty direkt për pjesën e marrjes kartonit o vendosjes në... Edhe kartonin e bën vet, domethënë kjo operatura. Jo, këtë karton na vjen prej fondacionit. Po, po më kitë kthimin, kush e Kthemin bën? e ban po. Kthemin e ban ban vet. linja. Perfekt. Pas momentin kur linja i ndon këtu 24 copë, në pjesën e poshtme e merr pranimin e kartonit. Aha. Pastaj i ban vendosjen e folis. Edhe shkon direkt te furra për Ama e vështirë është prodhimi i energjisë a e pijeve të tjera natyriore. gjitha prodhimet janë vështira. Për neve që kemi po një përvojë, pastaj janë bërë 20 vite që kemi prodhuar Golden Eagle, pas kemi filluar dhe më mësuar dhe nuk ka do këmi gjatë shti me prodhim të tjene. Ju mos me prodhu është ma vështirë, se sa me prodhu. Realisht po. Domethënë tash jemi në 20 vjetorin e kompanisë që prodhon pije energjike marmodja me Balkan 500 kontrol i dasur popull shqiptare. Bravo! Faza finale që kjo? Kjo është faza finale e paketimit. Okej? Nga pjesa e paketimit pastaj vazhdoj në pjesën e vendosjes në paleta. E, qa, jemi me po. Pjesa e distribuimit të përgjep postona dhe Shpendonja. Mirë, shkojmë ku bëhet palimi i Golden Eagle. Jena tash proces pak ndaversum, për atoj shpejtësisë madhe tash po do të diçka ma e qitë. Ku janë na e kompleta. Po, pakët 24 copë, e cila është e gashme për vendosjen paleta dhe pastaj për në depo dhe nga që shkojnë Dhe i cilat vene kini qumë mas largë të Golden Eagle dhe asë të buë. Realisht kemi dërgu në gjitha kontinentet pothuajse, në Azi, në Afrikë, në Amerikë, në Evropë. Do me thonë ne jemi prezent mbi 30 vendet në cilat eksportojnë botës. Realisht potenciali i rritjes është në eksport, shifet ajo, dhe fokusi i kompanisë tonë është kalon nga një kompani rajonale në një kompani globale, edhe të rritën në pjesën e eksportit. Po shpend ma shumë të kupëve përveç neve Golden Eagle. Mund të thonë që sasi e madhe konsumohet edhe në Shqipëri, po edhe Maqedonia nuk është larg me pjesën e madhe. E vendet jashtë të rajonit? Vendet e jashtë rajonit mundemi me thonë Italia, Gjermania, Zvicra, Anglia. edhe në Angli po. Ka me thonë, shkojmë ku pohët palimi i këti prodhimit gjigant që e pavë në për këtë aparaturë, nga e zakonisht moderne. Për ndryshe si kompani gjatë këti viti kemi pas rreth 20% rritje. Sa rritje ka ndodhë? 20%. O një rritje konstante e cila në ka përcjell pothuajse që 5 vitet e fundit. Okej. Do të thonë çdo vit rritja ndodh 20%. Asësisht, rreth 20%. Ndonjë vit ndodh më shumë, ndonjë vit më pak. Ka faktorë të ndryshëm të cilët ndikojnë, po Sa fabrika janë komplet në prodhim në kompaninë Protex? kompania Fortex për momentin i ka 5 linja prodhuese. 5 linja. Edhe një e cila është duke u bë gati tani duke u testuar që do të shtohet do të jetë linja e 6-me. Nuk këmba në Kosovë diçka ma të bukur dhe ma gjigande, Lena për përcent? Shumë. Shumë, shkojmë të palimi. Jena të paza ku po hip mbi paletë në. Po. Leta të Golden Eagle. Realisht kjo faza fundit gjatë procesit prodhimit, po bëhet procesi i paletizimit të produktit, edhe nga këtu bëhet i gatshëm për dërgesa. Vendet caktuar. Vendet caktuar. Pavarësisht prej vendit edhe ndahet produkti, sepse secili vend ka gjuhën për kaset atij vendit që po e eksportojnë. Të thonë gjuha dallon. Po. E ndonë aparatura, gjuhën e detektorën dhe më ndjenë ndonë për i me caktuar për shumë. Jo, realisht në pjesën fillestare, ne përcaktojmë me cilën gjuhë do të mbushim. Edhe pastaj vazhdojmë me aq. Po thonë i morën 5 milion për Zvicër. Po. I morën 10 milion për Shqipëri. Po, E kjo. pas kërkesë. Shkojmë. Qito po ndonë kam shtjelja me Po, mbrojtës. Stretch folja, është pjesa ku bëhet për figurit gjatë transportimit.
i vendosës treqi i foljes në mënyrë që gjatë transportit mos ketë ndonjë lëvizje produktit o që mundet me u dëmtu. Po pëlqen puna, nëse keni nevojë për punëtorë sharp se do të thonë nuk pas ka shumë punë fizike me kot, me bajt, Jo. me përzi, me rregullu. Këtu jemi te ruajtja pijeve, më thonë, po të këta është që kjanë rregullia. Krejt çka pom sot, në prodhim tash jemi te pjesa magazinimit, te pjesë energjike Golden Eagle. Po do me pak si New York, pak si Londër, pak si gjigande. Kjo pjesa finale ku ne i ndajmë produktet, Po. do me thonë sipas gjuhës ndajmë për shtete caktuara, nga këtu çdo ditë është diku standardi 12 kamiona në ditë që ngarkohen vetëm për pjesën e eksportit. 12 kamion. Po. Do të thonë, nëse shoqja vjen shpesh këtu, vjen të çika pjesë këshyr, a ka rezerva një herë të prodhume, a ka do me pas asi kështu në limit me shku në Po. ndodh. Zakonisht gjatë pjesës verës ndodh që me ranë limite, Aha. po jo me ra pothuajse zero, po zvoglohen. Tani që po i shohim na sasia është më e madhe për arsye që na krijojmë stoqe Po. për sezonën e verës. Nga tash fillojmë me mendojmë sezonën e verës Prej që mos tash. me pas mungesë. Sa është afati i përdorimit? Afati i produkteve tona, po flas për Golden Eagle është 2 vjet. 2 vjet. Po, 24. Që ruhet temperaturën dhome, Konstante. Nuk Konstante. do të thotë që duhet me qenë temperaturë e ftofshëm, po Okej. diku 10-15 gradë është temperaturë reale. reale. Mirë, a mund mi pa pak Patjetër. këtë pamje magjike të ruajtjes së energjisë. Sa mund më konë sasia, për shembull, për momentin këtu? Sa mund me pas Realisht për në momentin stok? duhet me qenë diku të mbushura rreth 10 milion copë. 10 milion kanaçe. Po. Prej këtu, publik i dashur, e takojmë Golden Eagle në për emisione, në për familje, në për shumicën e vendeve të Evropës. Këtu, prej këtu vjen në familjet e juaja dhe vendet ku jetoni dhe ku e blini. Është kogja magjike me po këtë vend kështu. A i një krenar Është. tash, po të pës. Realisht unë besoj që kompania Frutex e ka bërë krenar gjithë Kosovën e E gjithë vërtet. Shqiptarinë, jo vetëm neve, E vërtet. se kjo pjesë e Kosovës, nuk ka vetëm pjesë e jonja. Po ne si staf ndihemi krenar kur dalim në vendet e tjera, shef një produkt Kosovës në raftet e marketeve gjermane apo zvistrane. Ashtu si që përjetojnë edhe diaspora jonë që janë atje. Ashtu na përjetojnë me një farë ndjenje kur e shef një Krenarie. produkt. Krenarie E produktin qelë tonë. midis Cirrikit, shkrap, ban, midis Berlinit. Po va shumë aparaturë këtu. Një pyetje kisha dash me ditë. A ka shpenzime të rrymës shumë? Pjesa e rrymës është pjesa më e ndjeshme për momentin, Se? sepse siç dihet vitin e kaluar qeveria ka marrë një vendim për rritjen e Po. çmimit të rrymës, edhe po thoj se gjitha bizneset na ka zonë pa përgatitur. Ataku. Na kanë vendosur dalim një treg lirë, e cila ka ndikuar në procesin e rritjes së çmimit të rrymës, që është afërsisht diku 100% rritje nëse krahasojmë në periudhën para prake, para daljes. Sa paguajnë në vend një muj, një janar për shembull kompania gjigande. Ato shifra duhet me i pa në pjesën e Do të kontabilitetit. mi po ata që e paguajnë, edhe ata që merren me faturim, pranimin e faturave. Shpresojmë Po që me nuk ka pas vogël. Sigurisht, shpresojmë që me pas të përballueshme ambientin ku bëhet biznesi edhe me rrymë edhe me secilin sektor që duhet me mbulu këtë pjesën e prodhimit. Çka po shohim këtu është gjithçka magjike, Golden Eagle full, energy full. A pini ju gjatë punës Golden Eagle për shembull? Sigurisht që pini. Patjetër. Nga Ose ju e pini. mushni ngot kështu te ajo pjesa ku e mush. Ajo pjesa më e mirë kur e mbush në gotë. A është i ftoft, a është i ngrohtë? Jo, produkti kur mbushet si produkt, I ftohtë. mbushet me temperaturë 8 deri në 10 gradë. Okej. Pastaj hyn procesin e pasteurizimit, kur e spjegova më herë Po. që shkon deri në 7 gradë, po prap momentin e daljes nga pasteja del tek temperatura rreth 24-28 gradë e nxehtë. Po siç dihet pijet energjike duhet konsumohen të ftofta. Ftofta. Po, nuk Sigurisht. duhet konsumohen nxehtë. Mirë, na dojna ose kisha dash me taku edhe shaqen, pronarin, shaqer Palushin, nëse ndodh sot në ambientet e fabrikës,
për çef pak e kishim taku një Aurora 20 vjetore në themelimit Themelim. të kompanisë, edhe me përshëndet pak. Po drejta? Patjetër. A mundesh me afir shansën? Besoj që po, besoj që duhet me qenë këtu. Thuje kena një defekt dhe një kanal që ka dalë shpërthyme, edhe po dojna me të pyet çka me bë me to. Gjithë këto pije energjike veç në Frutex ishe, domethënë nuk këtë pamje nuk mundesh me pa dikon tjetër. Bravo. Përshëndetje. Kemi disa musafirë cilët po insistojnë apo kanë dëshirë me taku edhe ty, nëse është e mundshme dhe në fabrikë apo ku gjindes. Okej, që nga të restorante i kompanisë, kështu që mundemi me shku atje. Nxeja aparatin për kafe. Faleminderit për paguin. Shpejtim si kërkove dhe kafe. Për shaqes po. Po, kjo një pije tjetër, e cila ne e quajmë Golden Eagle Zero kafeinë dhe Që taurin. kjo domethënë është Po, e cila kofeinë. po, pa kafeinë dhe taurin, e cila mund të konsumohet nga gjitha grup mosha. Okej. Edhe besoj që këto mundesh mi 2 mi pise, nuk ka ndaj dëm. Jo, mund të Ansor. edhe 3 dhe Po, 4. se domethënë pa Nuk dhja pa mund kofeinë. me nxarr, no? Nëse je shqiptar pa çdo të mos me nxjerr. Mund ky është pa kofeinë. Po, pa kafeinë dhe pa taurin. Dorela që kjo për ty, mundesh me pi lesh edhe me shiu se na kafe mund të pi, me kjo nuk pin kafe e ki pa kofeinë, mundesh me pi 2-3 ditje. Okej? Shkojmë te shoqa, ta gjejmë ta shkuar shoqa.